Gjyqja për vdekjen e Diego Armando Maradonas, i cili filloi të martën në gjykatën e San Isidros, ishte plot tension. Ekipi mjekësor që ndoqi futbollistin u përball me akuza të forta të neglizhencës që çoi në vdekjen e tij. 7 punonjës mjekësor, përfshirë psikiatrin, psikologun, mjekët dhe infermierët, rrezikojnë dënim me burg nga 8 vite deri në 25 vite. Maradona ndroi jetë më 25 nëntor të vitit 2020, pas një ataku kardiak të papritur ndërsa po rikuperohej nga një operacion në tru. Ai kishte luftuar për një kohë të gjatë me varësinë nga kokaina dhe alkooli, një periudhë që ndihmoi të formohej imazhi i tij kompleks dhe tragjik. Moment shumë i trisht ishte kur gjatë seancës, prokurori Patricio Ferrari paraqiti një fotografi të Maradonas të shtrihur në shtrat pak minuta pas vdekjes së tij. Kushdo që vjen këtu dhe t'ju thotë se nuk kuptonte se çfarë po ndodhte me Diegon, ju gënjen pa turp. Gjendja e tij ishte kritike, tha prokurori, duke shtuar më tepër tensionet në sallën e gjyqit. Grupi improvizuar i mjekëve dhe specialistëve që frekuentonin shtëpinë e tij prej ditësh nuk mund të mos e mendonin se Diego Armando Maradona ishte në prag të vdekjes, tha ai. Ndërsa pala mbrojtëse i ka mohuar akuzat duke deklaruar se vdekja e Maradonas ishte rezultati i një arresti kardiak të papritur dhe se trajtimi në kushte shtëpiake ishte dakordësuar me familjarët e tij. Seancat e gjyqit pritet të vazhdojnë deri në korrik dhe do të ndihmojnë për të hedhur dritë mbi rrethana të tjera të mundshme që çuan në tragjedinë që preku një nga futbollistët më të mëdhenj të gjitha kohrave.